Merita Bogdani, Partia Demokratike ka lëshuar sheshet. Çfarë do të bëhet? Kështu do të hyni në zgjedhje me ndryshimet që vendos Rama, me Ramën kryeministër? Kjo merita relative. E vërtetë është ajo që protesta që po zhvillohet nuk është e thirrur nga Partia Demokratike, por të garantoj se pjesëmarrja e Partisë Demokratike është e fuqishme në këtë protestë dhe do të jetë. Dhe ne ndjekim me shumë interes, me shumë vëmendje, dhe do bëjmë gjithçka për mbështetjen e saj. Sikundër, pas përfundimit të gjithë procesit të brendshëm të partisë, ne do të riformulojmë agendën tonë në funksion të zgjedhjeve të ardhshme, në funksion të suksesit të protestës dhe të largimit të Edi Ramës.